Ngone pse sot nuk keni rrymë. Ngone. Rrjeti i shpërndarjes së kekut ishte shitur me një çmim qesharak. Qesharak. Kurse sot në ciklin Kec po gjeneron miliona euro çdo muaj nga qytetarët e varfër të Kosovës. Ha, boca. Fitim i madh. Distribucioni i kekut është shitur në vitin 2013 për vetëm 26.3 milion euro. Por zemërgjërsia e qeverisë nuk ishte ndalur këtu. Qeveria udhëhequr nga Hashim Thaçi dhe me ministër të energjisë Besim Beqaj kishte vendosur t'ia jepte Kecit plot 17.9 milion euro. Leje që kanë shqit lirë, po janë qu edhe e kanë dhonë 17-18 milion. Bënë me naj, Kecin e ka ble me 5 milion euro. Për që ata s'keni rrymë më shqiptarë. Se s'ta keni dharat që tyne të pozitës që shkutën ma pak se 12%. Mas diliman ku të Albini, që ta hajnat të pozitës, që ta e kanë bon kretë. Vynë kohë për me rekuperi krejt të dome që kanë bon këta farhajnat të pozitës. Shumë kohë vynë.